Gjatë seancës paraprake ish-ministri Ilir Beqaj shpashi shqetësimin e tij mbi vështirësinë për të dëgjuar të gjithë audioregjistrimin e seancës që dokumentojnë debatet dhe vendimet e marra. Ai kërkoi që në burg t'i lejohet përdorimi i diellës ose një kompjuteri, duke argumentuar se vetëm kështu mund të studiojë me kujdes mbi 600 fashikujt që përbëjnë mbi 30.000 faqe dokumente. Beqaj theksoi se nuk i është dhënë një njoftim i plotë i akuzës dhe se procesverbalet e dorëzuara përmbajnë vetëm shënime të përmbledhura, pa përfshirë diskutimet e plota të seancës. Akuza e tij është rikualifikuar gjatë procesit nga shpërdorim detyre kryer në bashkëpunim në vjedhje duke shpërdoruar detyre në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Gjyqtarja i shpjegoi Beqajt se për të lexuar gjithçka në detaje duhet të përdoren CD-t e audioregjistrimeve, të cilat përmbajnë të gjithë diskutimet e seancës. Ish-ministri gjithashtu shfaqi shqetësim për mënyrën se si është vlerësuar sjellja e tij gjatë seancës, duke treguar se është konsideruar i vëmendshëm për shkak të njohurive të tij informatikore. Beqaj insistoi se përballja me këtë volum të madh dokumentash e bën të pamundur shqyrtimin e dosjes pa mjetet e përshtatshme teknologjike, duke rritur nevojën për akses të pajisje që mundsojnë dëgjimin e audioregjistrimeve në mënyrë të plotë. Në këtë kontekst, kërkesa e tij për diellën në burg shihet si një mënyrë për të garantuar të drejtën e mbrojtjes dhe për të pasur një pasqyrë të plotë mbi materialet që përdoren për të ngritur akuzat ndaj tij.